Zbulohen në rrugën e Arbërit 2 magazina ku stampoheshin veshje të kontrabanduara, me logo false. Arrestohen 4 shtetas të implikuar në këto veprimtari kriminale. Shpallen në kërkim 2, njëri prej tyre shtetas turk. Procedohen në gjendje të lirë 4 punonjës. Si rezultat i administrimit të inteligjencës policore, të siguruar në vijim të punës kundër kontrabandës dhe krimeve të tjera ekonomiko-financiare, se në rrugën e Arbërit, në fshatin Brar, magazinoheshin veshje të kontrabanduara, të cilave ju vieshin logo false të markave të njohura ndërkombëtare. Sektori për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar finalizoi operacionin Fake Star 5. Si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme, u konstatua se 2 magazinat ishin të pajisura me linja makinerish për qepje, printim dhe stampim me logo false, të markave të njohura ndërkombëtare, të veshjeve dhe aksesorëve të dyshuar të kontrabanduar. Punohet për lokalizimin dhe kapjen e 2 shtetasve të shpallur në kërkim.